Banorët e fshatit Melan, por edhe fshatrave të tjerë në bashkinë Tibër, vijojnë të kërkojnë kalim të sigurt në rrugën nacionale Maqellar-Peshkopi. Segmenti i fshatit Melan ka qenë i rrezikshëm që me ndërtimin e lotit të fundit të rrugës së Arbërit për shkak se automjetet lëvizin me shpejtësi të lartë. Duke qenë se është një zonë shumë e banuar edhe kanë akses kalimi shumë fshatra të tjerë, banorët kanë kërkuar ndërhyrjen e autoriteteve për të detyruar drejtuesit e mjeteve të kufizojnë shpejtësinë. Më rrezik është kalimi i fëmijëve, të cilët shkojnë në shkollën ngjitur me rrugën. Banorët kërkojnë që masa të merren pa ndodhur ndonjë aksident me pasoja në jetë njerëzore, pasi aksidentet me dëme materiale ka thuajse çdo ditë. Po problem, ne kemi kalamajt të në shkollë, kemi më po shumë me problem të në shkollë, më po s'na ka vo vesh kush, po krizim është, po pak me ndale, si thoni. Ta i kanë kretë këtë zonë ata, inshallah nuk rasisën këne, sa e aksidenti si u bëha një ka dursi. Ta një tabelat i ve qëtër kush, ne nuk vem tabelat në këtës. Po problema është, po herë me shpëci, po. Ja, po një t'i shofin vetë ata. Diri sa të vërejtet në një, të herës fillojnë rrugullojnë pomë. Shqecim ose ne imi nga fshatë pjeqë. Dhe dalja këtu o problem. Para një javë u bë aksidenti këtu. Ja, sinjalistika është, po nuk zbatohet nga shoferët ndoshta. Edhe vizat poshtë gjadës për të dhënë sinjalin janë, amo nuk e dim. Po dhe shkolla pra, ja ku shkolla. Diri sa të vërejtet një në zënë, atëherës o vra u bë. Para. Ose të bëjnë mbi kalim atë. Bëhet një mbi kalim është, nuk bëhet kjo, bëjnë mbi kalim. Problematike në këtij segmenti e tregoni dhe tabelat e shembura nga aksidentet automobilistike që kanë ndodhur ditët e fundit.